Më vjen të qaj se operacioni hundës ka një të mirë që ti rregullon hundën tënde, dukesh bukur, por nga ana e frymarrjes nuk kam dëgjuar deri tani ndonjë njeri i cili ka bërë hundë në operacion dhe merr frym normalisht. Gjithsesi, nëse keni një problem me mua, të paktën merrni frym kur jeni në shtëpi. Guys, kena me folesën. ne mbarum një regjistrim të kur të mi mbrëma juja në besimin që me zi erdim. Ja, me shef. Edhe unë jam në besim. Jo, veç kjo. Arbona. Hello. Zakonisht kur dala narkoza, ose në fakt ky është operimi 4 që unë bëj. Jam shumë në qef dhe kam shumë gjëra për të thënë. Po, kësaj radhe që kam shumë e plogësht. Dje dola nga operimi mirë. Kisha energji, jam çon këmbë, sot kam shumë dije. Nuk është ndërhyrje estetike. Është ndërhyrje shëndetësore, ja diçka për të shqetësuar. Thjesht ndonjëherë kur gjendesh në kështu situatë dhe ke dhimbje, kupton se sa pa vlerë është çdo gjë tjetër përveç shëndetit tënd. Që kështu një reminder për ty, kujdesu për veten se shëndeti është gjë e rëndësishme. Se sa unë blodha në shtëpi se na erdhi një civilani kështu. Prandaj po ju rikthehem përgjigjeve, sa të mund të kap se disa koka ngel. Tashi, përderisa se fal dot, mos e fal. Okej? Mos u lodh kot. Po mund me fale, po tisha unë se kisha fal. Me qa po ju shin lotët? Me qëfar tjetër? Se që në do sëra. Po ju shin? Po me gjithë e trëndafili pra. Dhe me perla, po si ka me vetë. Sa monologje ke sot? Asni. Po mi hoqë jegla. Ka i dhe nga gjatë faqet, do të takë të nga figuranë. Njerëz, ka akoma njerëz që më bëjnë dhurata për ditëlindje. Çfarë më the? Henry? It's late birthday gift, I love you. I love you too, honey. Sham ka bërë, më ka marrë dhe ushqim. Unë nuk ju ftes për njerëz që kujdesin për mua. I love you. Të dua shumë. Po shoh rëndomt emisione talk show që rëndësi ka që flasin për gjëra të thella, dhimbje dhe flasin sikur po recitojnë poezi. Përsëri po përdorin një mask, përsëri po përdorin një repertor, një mënyrë të thënurit, një mënyrë të ndjerit, një mënyrë e të shprehurit, një mënyrë e të qëndruarit, përsëri çdo gjë është e shkruar se si duhet të jetë. Unë nuk mendoj se ka një duhet të jetë. Unë mendoj se ka vetëm fol dhe shprehu dhe trego atë çfarë ndjen. Edhe mendoj që ne, që sado pak influencë kemi, duhet ta normalizojmë pak gjë normale. Që është kjo. Është kjo. Kam 4 ditë pa lar edhe është normale. Mos rrini dhe ju 4 ditë pa lar, po s'më lë doktorit lahem.